Shenja që je në një lidhje abuzive. Nëse ai bën këto gjëra, është koha të largohesh. Numër 1. Ai bërte ose tregon agresivitet gjatë debati. Nëse ai ngrit zërin, të bërte të shan ose thyen gjëra kur debatoni, kjo është një shenjë e qartë e abuzimit emocional. Zemërimi dhe frustrimi janë normale, por shprehja e tyre përmes friksimit ose agresionit nuk është. Numër 2. Ai të fajson për gjithçka. Nëse të bën të ndihesh sikur çdo gabim, debat apo problem është faji i yt. Kjo është manipulim. Nëse ai të bën të ndihesh fajtore për çdo gjë, sado e vogël të jetë, kjo është një shenjë e madhe paralajmëruese. Numër 3. Ai të ul, të tall ose të bën të ndihesh budallaqe, sidomos përpara të tjerëve, dhe më pas e kalon si shaka. Nëse e kundërshton, ai mund të manipulojë, duke thënë se je shumë e ndjeshme ose se nuk di të bësh shaka, por e vërteta është se respekti nuk duhet të fshihet pas një shakaje. Numër 4. Ai kontrollon se me kë mund të flasësh ose ku mund të shkosh. Nëse ai të thot vazhdimisht me kë mund ose nuk mund të shoqërohesh, kontrollon telefonin tënd pa leje ose zemërohet kur kalon kohë me familjen ose miqt. Kjo është një shenjë serioze paralajmëruese. Izolimi është një taktikë e zakonshme e abuzuesve për të bërë të varur prej tyre dhe për të shkputur nga mbështetja.